O, baca begjet. O, të hon, më përshëgjuhin, ha? Po, ku të kam bre begjet? Që, vallaj, një mirë. Që shela, i mirë? O, super, Qysh po kalon? O, Shpije, sa i ki mirë? A, mi, o, që të kërëm të vëtë në flekë, fladish. A, fladish, a? Këtë nërhije? O. Ani, që është për na vje muj bekuar i Ramazani, shka kime na kalzu për mujën e bekuar të Ramazani? Më kalzu për Ramazanin, është një muaj shumë i mirë për fejnës islame. Kjo muaj i Ramazanit i ka 30 ditë, duhesh ti mbajsh, po fëmijët s'kan drejt i mojnë shumë ditë sepse janë të vogël. Ramazani mund të mbahet pej 15 vjet deri në 40 vjet mundet, por ndonjë fëmijë mundet, sa ka mundësi. Unë si kam mujtur 20 ditë, për 10 ditë s'ku mujtur, por ditën e fundit e ku majt, po. Se dita e fundit është dita e Makfiretit, nuk di si ishte. Po, mandej, në ora 8:30 duhet të falet taravija. Taravija duhet të falet pa tjetër. Se dhe taravija është një namaz i bekuar i Allahut. Allahu ka thonë gjithë. Ka thënë, ditën më të bukur të muajit, mos e lini kur, Gjumajën dhe muajin e Ramazanit dhe muajin e bekuar të Bajramit. Tashtin janë dy muaj të mira të bekuar. Bajram i vogël dhe Kurban Bajram i madh. Unë kam parë dëshirë për Kurban Bajram. Unë duhet të blej një kurban dhe ta prej për familjen time. Ta prej për familjen time ato mish dhe të shpërndaj fukarave, njerëzve të varfër. Sepse kur shohën njerëz të varfër kam shumë mëkat kam.